Në Shkodër ndroi jetë, në moshën 75 vjetare, Monter Quku në shtëpinë e tij pas vujti një kohë të gjatë nga një smundje e rëndë. Ai njihet si mjedolog për shkak se ja ka kushtuar gjithë jetën e tij studimit të veprës së poetit Ndërmjeda. Pasi punoi për më shumë se 30 vjet në këtë lami, ai pa të botuar një kolon studimore shumë vëllimshë për të dokumentuar jetën dhe veprën e Mjedës. Ai ka shfrytzuar arkivat e të gjitha vendeve ku Ndërmjeda ka studiuar e punuar, ose ka ruajtur dokumentacion për Mjedën, si për shembull arkivi Propaganda Fides, arkivi jezuitëve në Rom, fondi Peters në Austri, arkivat, bibliotekat dhe muzeumet e Vjenës, si dhe arkiva e bibliotekat e shumta në Gjermani, Francë, Poloni, Danimark, Spanjë, apo kuvendet franceskane të jezuitëve të Bosnjës e të Kroacisë. Kanë nxjerrë në dritë vepra, studime, si dhe letra të priftit, shkruar në kohë e vende të ndryshme, letra që kanë hedhur dritë mbi jetën dhe punën e tij. Quku ka qenë autor i shumë artikujve dhe studimeve në fusha të ndryshme të dijes, si metodik mësimdhënies, pedagogji familjare, pedagogji shkollore, pedagogji sportive, psikologji e arteve figurative e tjerë. Ai ka marrë pjesë në shumë konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, ku kontributi i tij ka qenë gjithmonë i mirëpritur, duke filluar nga Ulqini. Botimi i plot i kolonës studimore Mjeda, autori Monter Quku, e përfundoi në vitin 2013 në rastin e kremtimit të 100-vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Kjo kolonë e botuar nga shtëpia botuese e Ilar në vitet 2004-2013 paraqet me 9 vëllime mjedisi intelektual i qytetit të Shkodrës, si dhe mbar komuniteti studiues i letërsisë shqipe, e ka vlerësuar dhe çmojnë në mënyrë të veçantë kontributin e Monter Qukut, punët e cilit tashmë shërben si referencë e pazaventësueshme për studiuesit shqiptar, e në veçanti për studimet mbi Ndërmjedën dhe mbi veprën e tij. Për kontributin e tij, Monter Quku është vlerësuar me medaljen Mësuesi i merituar dhe mirënjohje e qytetit të Shkodrës. Si drejtor i Muzeut Historik Shkodër 1992-2000, ai ka organizuar, drejtuar dhe botuar 6 seminare ndërkombëtare me titull Shkodra në shekuj, si dhe ka drejtuar revistën Kombëtari. Pikërisht si drejtori i Muzeut Historik të Shkodrës, Monter Quku ka zhvilluar një bashkëpunim shumë të ngjeshur me shoqatën e artistëve dhe intelektualëve Art Club të Ulqinit, duke filluar me shkrimtarët, studiuesit, intelektualët, duke i ftuar ata në seminarin Shkodra në shekuj. I ndjeri Quku jo vetëm derisa ishte drejtor i muzeut, por edhe më vonë ka vizituar Ulqinin, anëtarët e Art Clubit, u ka dhuruar atyre libra, botime të muzeumit, apo botimet origjinale të tij të shpërndar edhe në qytetin e Ulqinit. Nuk dihet, por vlerësohet se librat të cilët i ka dhuruar shoqatës së artistëve dhe intelektualëve Art Club, Monter Quku në Ulqin janë diku rreth 1000 ekzemplar. Fatkeqësisht disa herë është inicuar një mbrëmje autoriale e tij në Ulqin, por derisa ishte mentor i gjallë, kjo nuk u realizua.